Të dashur qytetarë të Biliqit, faleminderit shumë për këtë mikpritje kaq të përzemërt, kur kemi hyrë në javën e fundit drejt balotazhit këtu, që do ta nxjerr fitimtar kandidatin ton, kryetarin e ardhshëm Halil Thaçin. E pse Halil Thaçi duhet të fitoj e do të fitoj, tregon mas miri raundi i parë. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, në vitin 2021, vetëvendosja në Biliq, në Kastriot, për kuvend komunal, ka dalë me një rezultat 4 asambleista. E nga 12 tetori, 9 asambleista. Ma shumë se 2%. E kjo është here e fundit që Halil Thaçi fiton balotazh, se herën e ardhshme Halil Thaçi fiton pa balotazh. E që Halil Thaçi fiton pa balotazh për shkak të qeverisjes mbarë të mirë që do të bëj, e dëshmojnë kryetarët e vetëvendosjes ku i kemi në ato komuna që kanë fitu pa balotazh, e sot janë mesin tuaj Shpejtim Bulliqi prej Podujevës dhe Qemal Aliu prej Shtimës. Veç një herë duhet të qeverisë vetëvendosja, se më pastaj fitoria bëhet pa balotazh. E Halil Thaçin e keni gjetë mesin tuaj si një punëtor i zellshëm, patriot i ndershëm dhe veprimtar politik në radhët e vetëvendosjes, që nuk është ndalur kur pavarësisht funksionit që ka pasur dhe vështirësive me të cilat është ballafaquar. Andaj faleminderit shumë Halil për këtë kontribut dhe qëndrueshmëri tënde. Qeverisja jonë qendrore e ka dëshmuar veten në çdo aspekt për fuqizimin e ushtrisë tonë, ku kemi ma shumë se 2% të numrit të ushtarëve, oficerëve e nën-oficerëve në përgjithësi, kemi 4% të investimeve për armatim, e gjithashtu kemi shumë fishim të bugjeteve për trajnime të ndryshme të ushtarakëve tonë. Kur udhëton shteti i Kosovës jashtë vendit, mbi 80% janë ushtarë tonë. Nuk janë zyrtarët e shtetit, a politikanët e qeverisë. Pjesën më të madhe të udhëtimeve jashtë vendit ja kemi rezervu Forcës Sigurisë Kosovës, që të marrë përvoja, t'i bëj trajnimet dhe të jetë e aftë për t'i dalë zot atë dheut tonë përbashkët. Edhe në aspektin ndërkombëtar, Kosova po përjeton gjithnjë më shumë ngritje të reputacionit sa i përket demokracisë, lirive të njeriut e civile, të drejtave politike, por gjithashtu edhe sa i përket luftimit të korrupsionit. Në vitin 2021 e kemi trashëguar një gjendje ku deficiti buxhetor ka qenë mbi 500 milion euro. Mbi 500 milion euro ka qenë deficiti buxhetor. Sot nuk është as 25 milion euro. Mbi 140 milion euro kanë qenë borxhet ndaj operatorëve të ndryshëm ekonomik. Tash nuk janë as 30 milion euro. Pra, edhe kemi zvoglu deficitin buxhetor, edhe kemi zvoglu borxhet ndaj operatorëve ekonomik, e kemi borxhin publik si përqindje të bruto produktit vendor ma të ultin në Evropë, vetëm 17%, dhe a dini çka? Buxhetin të cilin e kena gjetë 2.4 miliard, vitin e ardhshëm bëhet 4 miliard. Qysh ka qenë kjo e mundur? Kjo ka qenë e mundur se spari e kemi ndalë korrupsionin. Ju kemi thënë të gjithë kolegëve në qeveri e në kuvend, aktivistave anë e mbonë,
politika, pushteti nuk është për pasurim të vetës. Kush e ka qef pasurimin, provojeni dijen, shkatësin dhe fatin në biznes. Ndërkaq, në zyrat e shtetit duhet të shërbesh. Dhe nga shërbimi përfiton përmbushje shpirtënore, por jo pasurim material. Dhe kjo ndalje e korrupsionit ka bërë që të rritet buxheti i shtetit. Pra, luftën kundër korrupsionit e kemi shndruar në rritje ekonomike. Ky është faktori i parë. Secili prej juve e din prej shtëpisë juaj që në një thes i cili është i çkym badihova gjunësenen to, se rjedh, është e domosdoshme njëherë me e qep thesin. Me e qep thesin që qka do që të shën thes, me jetë në thes, jo me doli jashtë thesin. E tash, neve na duhet me pranu që kur e kena marrë gjilponën me qep thesin, unin do piskoma. I kish pas dur dikush aty. Shtu që, kur të nini këta tu piskot kundër meje, kundër Halilit e kundër zyrtarëve të tjerë të vendosjes, dijeni si janë qasi që pa qëllim ja u kena shpu durt me gjilpon se i kanë pas aty të vrima e shkyer e thesit që na kena qetë. Po këtë rritje ekonomike nuk e kena mojt për shtet, e kena shpërnda në shoqëri. Pensionet që i kemi gjetë 90 euro, bazikit moshës, pra kush është mi 65 vjeç, tash jenë bo 150 euro, njëheri pa të mrit 100, 120, tash 150. Mandej kemi gjithashtu edhe rritje të shtesave për fëmijë, për nonat lehona, për pushimin e lehonis. Familja që i ka 2 fëmijë i merr nga 20 euro, po me rritjen e fundit nga 30 euro për fëmijë, pra 40 euro në muj, tash bëhet 60 euro në muj, dhe kush i ka pas për shembull 3 fëmijë. I ka pas 3 fëmijë, ka 30 euro, i ka marrë 90 euro. Por tash i merr edhe 50% ma shumë, i merr 135 euro. Sa ma shumë fëmijë, aq ma shumë mbështetje, se në atë familje nevoja është ma e madhe. Është domosdoshme aty ku fëmijët janë ma shumë të ndihmon shteti ma shumë. Se fëmijët e juaj nuk janë veçantarë të familjes, po janë edhe qytetarë të Republikës. Dhe shtetin me qeverinë tonë, me mua e me Halilin këtu, nesër sekretar komune, do ta keni gjithmonë pranë.